Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, o Zoti i gjithëmëshirshëm dhe falës i mëkateve, e kam bërë një jetë dhe lutem për të gjithë ata që kanë ndruar jetë përpara nesh. Ne lutemi për shpirtrat e të gjithë atyre që kanë ndruar jetë, për të dashurit tanë që u larguan nga kjo botë në moshë të re, për gjyshërit, paraardhësit dhe për të gjithë besimtarët që kanë lënë këtë botë për të kaluar në përjetësi. Ne të lutemi që ti falish të gjithë mëkatet e tyre dhe ti mëshirosh, ja Allah, ti mbullosh me mëshirën tënde dhe ti vendosish në shkallët e xheneteve më të larta. Pranoj veprat e tyre të mira dhe mëshiroj për gabimet që kanë bërë, shpërblej me mëshirën tënde të pafundme dhe mbështilli në paqe e dritë në varret e tyre. O Zot, bëj që shpirtrat e tyre të pushojnë në paqen e xhenetit dhe dritën e pranisë sate. O Allah, mbushi varret e tyre me dritë, mbroj nga çdo dënim dhe lehtësoj në çdo fazë të jetës së tyre të përjetshme, bashkoj me të drejtët, profetët dhe të dashurit e tu në xhenetin e përjetshëm. Na udhëzon neve që të kujtojmë gjithmonë përpjekjet dhe sakrificat e tyre dhe të lutemi për mëshirën tënde mbi ta. O Allah, mbulloj të gjithë ata me mëshirën dhe faljen tënde dhe vendosi në xhenetet më të larta. Mbushi zemrat tona me dashuri e paqe për njëri tjetrin dhe na udhëzon të ndjekim rrugën tënde deri në ditën kur të takohemi. O Zoti, më fal mua, prindrit e mi dhe të gjithë besimtarët ditën kur të bëhet llogaria. O Allah, dërgo paqe dhe bekime për profetin ton të dashur Muhamedin, paqja dhe bekimi Allahu qofshin mbi të, shembullin ton më të mirë, ndërmjetësim për umetin, dritën e zemrave tona dhe udhëzuesin ton drejt rrugës së drejtë. Amin ya Rabbi Ali.